Masakruan të riu në Vaun e Dejës arrestohet në Kapshticë një nga të kërkuarit. Masakroi bashkë me të tjerë në pedonalen pranë bashkisë së Vaut të Dejës në 19 gusht një 37 vjeçar. Bashkë me persona të tjerë kapet në kufirin afër Greqisë si dyshuar i shpallur në kërkim. Lokalizimi dhe prangosja u bë nga policia kufitare Kapshticës në Korçë, e cila njoftoi kolegët e Shkodrës dhe prangosën 28 vjeçarin Gerald Hoxha, banues në Klos të Matit. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim pasi dyshohet se në bashkëpunim me një shtetas tjetër ende të pa identifikuar. Më datë 19 gusht 2025 në pedonalen pranë bashkisë së Vaudejës kanë goditur me grushta dhe me sende të forta shtetasin DL 37 vjeç, bëri me dije policia. Paralelisht po vjojnë hetimet për dokumentimin e rrethanave të rastit dhe për identifikimin dhe kapjen e autorit tjetër të dyshuar për këtë ngjarje në bashkëpunim edhe me prokurorinë.